që ndodhen pikërisht në zonë për të çuar në kapjen e autorit të ngjarjes, ndërkohë që pritet edhe një deklaratë nga përfaqësues të policisë së Tiranës lidhje me ngjarjen dhe e dëgjojmë se çfarë do të thotë. Si jeni mirë? Drejtor, fillimisht kush janë autori dhe viktimat e kësaj ngjarje dhe çfarë dyshimesh keni paraprakisht mbi shkaqjet e kësaj ngjarje? Por edhe rrethana. Po. Atëherë rreth orës 11:30 në spitalin me Tramos është paraqitur pa shenja jete shtetasi Ardian Balloshi, rreth i moshës rreth 27 vjeç. Nga konstatimet e para rezulton që ky shtetas dëptimin e ka pasur me armë zjarri. Pasi punit mbi filt policore dhe timore, nga ana jon është bërë i mundur dhe identifikimi i autorit dhe po punohet në bashkëpunim me një grup të strukturar hetimor, në bashkëpunim me forca speciale, autori dyshuar. Cili është motivi? Dyshohet paktën pista paraprake dhe ajo që bën më shumë përshtypje janë dhe forcat rënea. Sa rrezikshmëri ka autori? Atëherë, duke pas parasysh dhe rrezikshmërinë e autorit të dyshuar, është gjykuar arsyeshme që në operacion të marrin pjesë forcat speciale rënea. Dihet motivi paktën çka dyshohet? Dyshohet për motive të dobta. Ku ka ndodhur ngjarja, zoti Torba? Në rrugën Drevish Kluga. Çfarë ambienti është? Ka ndodhur në rrugë, në lokal? Në rrugë. Zoti Torba, autori dhe viktima rezultojnë me precedent penal, çfarë mund të themi për sa i përket aktivitetit? Këto të gjithë këto çfarë kërkoni ju, i përkasin e curisë hetimore, kështu që do jap një moment dytë gjithë atë. Janë të dy banorë të zonës? Po, të zonës. Janë banorë të zonës. Mendohet të ketë pasur bashkëpunëtorë edhe autori? Jo. Kanë qenë me automjetën në këmbë? Ka qenë me automjet autori. Dihet nëse kanë pasur konfliktet më parshme? Po, hetohet. Grupi hetimor po për gjithë ato verifikimet e mundshme për të dalë me një pjesë konkrete dhe të qartë për gjithë ato. Ka plagosur të tjerë për te viktimës? Jo, nuk ka. Vetë është një person i plagosur që më pas, siç u thash, ka ndruar jetë në rrugës për spital. Është dërguar me automjet privat apo me ambulancë? Me automjet privat, nga qytetar Trasi. Faleminderit.